euro. Ja ku janë. 2 ditë para zgjedhjeve. Amnisti për 2 miliard euro. Për 200.000 biznese. Në tërësi. Për 80.000 biznese aktive. A mund të imagjinoni ju zgjedhje? Ndaj dhe shqiptarët kanë një armik të egër të lirive dhe dignitetit tyre, me të cilin duhet përballen. Zoti Berisha, për 2 ditë mbushem fiks 4 vite nga rithemelimi i Partisë Demokratike nga kuvendi 11 dhjetorit. Sot 4 vite më pas, si e shikoni atë rithemelim? A u rithemelua vërtet Partia Demokratike dhe a qëndrojnë të gjitha parimet e vendosura në statut në 11 dhjetor? Mendoj se ky 4 vjeçar, pa egzageruar, është një 4 vjeçar midis legjendës dhe realitetit. Një forcë politike e bazuar në parimet demokratike, idealet demokratike të lirisë, të sovranitetit, për të qenë forcë sovrane politike, u agresua nga mafia shqiptare dhe ndërkombëtare në mënyrën më të paskrupull. Kjo është e vërtetë. E vërteta është se gjithë ajo që ndodhi kishte vetëm një qëllim. Së pari, një parti demokratike të kontrolluar totalisht nga Edi Rama. Së dyti, zhdukjen e Partisë Demokratike me mekanizmat e gjykatësve e të tjerë. Është shu apo jo? Pra, në kushtet e një narkoshteti, ata që kontribuan në ndërtimin e narkoshtetit, tani donin që Shqipëria të mos kishte një zë opozitar të vërtet. Të kishte një pseudo opozit. Aleatet e Edi Ramës. E zhytën Partinë Demokratike, partinë e transformimeve më të mëdha në historinë e këtij vendi, në izolimin më të thellë. Është kjo e vërteta. Por kjo parti u ngrit si Feniksi nga hiri. U ngrit si Feniksi nga hiri. Dhe u ngrit vetëm e vetëm për të vërtetat që mbronte. Në një hark kohor, 14 mujor, në mbështetjet kësaj partie, të gjitha forcat politike të qendrës djathtë dhe djathta në botë kanë firmosur 7 rezoluta, në të cilat sankcionojnë mbështetjet plot për Partinë Demokratike dhe denoncojnë farsën elektorale të regjimit, denoncojnë persekutimin e opozitës dhe përdorimin e drejtësisë si armë politike, denoncojnë narkoshtetin shqiptar me germa kapitale dhe Edi Ramën. Pra,
nga një forcë më izoluara, është sot forca më mbështetur në tërë historinë e vet. Ky është 4 vjeçari i Partisë Demokratike. A qëndrojnë ende ato parimet 11 dhjetorit? Ato parime janë të mishura dhe të palkundura. Antarët e saj votuan në këto 4 vite më shumë se në gjithë ekzistencën e Partisë Demokratike. Por pjekët e saj për t'i përçarë, për pjekët e armiqve të saj, për t'i përçarë, dështuar. Sot ata janë të bashkuar rreth atyre parimeve, si asnjëherë më parë. Sot, pra thash, nga forca më izoluar e Europës, me 7 rezoluta është forca e akta akuzave më të rënda ndaj regjimit të Tiranës. Më përkrahu.